Ka ndodhur dhe në raste të tjera që ne kemi folur që një gjë e vogël ka shërbyer si shkëndi dhe ajo është maisur derisa domethënë ka plasur në një mënyrë që ka shkuar deri në krim. Me këtë dua të them që shpeshherë individët e lidhur në një familje e kanë shumë të vështirë të gjejnë komunikimin me njëri tjetrin. Kur humbasin komunikimin dhe kur midis tyre ngrihen distanca, hapësirat mëdha, domethënë, Mhm. atëherë tek ata ka filluar të instalohet në një farë mënyre një lloj izolimi, një lloj pakënaqësie, një lloj mungese e lidhjes me tjetrin dhe kjo mund të përbëj po ashtu një premis që në situata të vështira familja të shkojë drejt konfliktit dhe konflikti nuk e përjashton edhe dhunën për fat të keq. Nuk dua të lë mënjan edhe faktorët natyrës karakteriale, sepse ato nuk mungojnë, duhet i kemi gjithmonë parasysh. Ka individ që në gjatë nxehtësie sipër shkatërrojnë çdo gjë, pendohen, por dëmin e bëjnë. Mhm. Ka të tjerë individ të cilët veçanërisht kur martohen mendojnë se martesa është fundi i të gjitha problemeve dhe kur shohin që ajo martesë nuk arrin dot t'i përmbush pritmëritë që kanë, nevojat që kanë, aspiratat që kanë, tek ky individ i lidhur në martesë fillojnë edhe krijohen pakënaqësira që i vishen tjetrit, i vishen familjes dhe mund të përbëjnë po ashtu burime për pakënaqësi edhe për rritje të konfliktualitetit. Plagët A ka shenja paralajmëruese derisa të shkojë tek përshkallëzimi i situatës? Shenjat sigurisht që janë, por